Kryeministri Hristian Mickoski ka reaguar ndaj polemikave të fundit për devimin e mundshëm të korridorit 8, duke siguruar se Struga dhe rajoni përreth nuk do të mbeten jashtë lidhjes me autostradën. Në një deklaratë publike, Mickoski theksoi se qytetarët e Strugës duhet të jenë të qetë, pasi sipas tij, qeveria që ai udhëheq është e përkushtuar për zhvillimin e barabartë të gjithë territorit të vendit. Deklaratat e kryeministrit vijnë pas reagimeve të shumta në opinion, ku është ngritur shqetësim se ndryshimet në projektin e korridorit 8 mund ta lënë Strugën pa dalje direkte në autostradë dhe pa lidhje funksionale me Shqipërinë. Mickoski akuzoi opozitën për tentativa për të nxitur polarizim etnik rreth kësaj çështje. Ai u shpreh se gjatë mandatit të tij nuk do të lejojë përçarje të tilla, duke theksuar se zhvillimi infrastrukturor duhet të shihet si interes i përbashkët shtetëror dhe jo si temë ndarëse. Konstrukциите i obidot za etnička polarizacija od strana na opozicijata, posebno opozicijskite parti. Tentimet për polarizim etnik nga ana e opozitës, sidomos partive opozitare dhe mediave të saktuara, nuk do t'i komentoja dhe nuk do të lejoja që derisa unë të jem kryeministri i vendit të ketë polarizim etnik në shtet, për shkak se nëse e shohim ashtu atëherë në komunat Kërshov, Debërc, Ohor, Strug dhe Vefçan, shumica e popullatës janë maqedonas, ashtu që unë në politikan të saktuar opozitar nga kampi politik shqiptar nuk do t'i komentoj. Kryeministri sqaroi se ndryshimet në trase janë bërë për shkak të kufizimeve me zonat e mbrojtura nga UNESCO, duke theksuar se qeveria do t'i respektojë standardet ndërkombëtare dhe nuk do të ndjek politika selektive. Ai paralajmëroi se gjatë muajit korrik pritet një qendrim përfundimtar lidhur me vlerësimin e UNESCO-s për projektin, duke deklaruar se autostrada në Shqipëri nuk është planifikuar të arrijë deri në Qafthën, por se do të ndalet disa kilometra para. I dоколку ta trajektorija koja što ja predvidele se ušte ke bide sporna za UNESCO, ke barame drug način. Nëse ajo trajektore mbetet kontestuese, do të shqyrtojmë alternativat të tjera, por qytetarët nuk do të mbeten pa lidhje me autostradën. Është mirë që atë pyetje t'u bëjnë edhe politikanëve shqiptar të Shqipërisë, sepse atje autostrada nuk do të jetë deri në Qaftan, nuk do të jetë as rrugë eksprese, por do të jetë deri në 20 deri 25 kilometra para Qaftanës. Kjo është pyetje e vërtet. Duhet t'i tregojmë punët ashtu siç janë. Deklaratat e kryeministrit vijnë në një moment kur debati për korridorin 8 është intensifikuar, duke kthyer këtë projekt strategjik në një nga temat më të ndjeshme politike dhe zhvillimore në vend.